Merin, ne kemi një kandidate, edhe siç po duket edhe siç po shjellohet, votat janë. Votat janë bazë të deklarimeve publike sot. Atëherë pse po kandidate. Kemi një kandidate, edhe nëse lëvizja vendosje jap votat, ne edhe vota e pasim. E kalon garën nëse është kandidata, ajo s'e kalon kandidaturën. Vetëm një sekond. Vetëm një sekond. Nuk po hyn në listën e kandidaturave fare. Vetëm ta kryj. Ne kemi një person që ka shprehur interesimin dhe ka kryer punën e vet për 5 vitet e kaluar. E kena dhe Arsim Bajram? Po unë po flas për 5 vitet e kaluar. Dhe kemi një parti politike që dul sot dhe tha ne nuk kemi vota kundër. Atëherë në bazë atyre çasaj kalkulimi ne kemi një kandidate, po që se dashni partia e madhe në Kosovë, mundet të zgjedhet presidente për 5 vite të ardhshme. Pse lypet një kandidat tjetër kur kemi një kandidate që ka bërë punën siç e shtjelluar? Po kandidate ku është në asosim ka të kuptoj, më fal. Veç te krype? Po jo përse nuk kam fal lutem, nuk ka kjo fontan dëshirash. E ki kandidatën që duhet me mbledh 30 në nënshkrime. Ai si ka 30. Edhe e kuj është... Po dhe ku është kandidati, asun s'pe kuptoj. Zonja Osmani aktualisht nuk ka kandidate, që kjo është realiteti. Përkundër dëshirës tona ose teme, ajo që çështja është. Aq sa është zonja Osmani mund të jesh edhe ti dhe unë edhe kemi kandidate, këto probleme. Okej. Hajde Gjino. Po Kandidate ku është zonja Osmani? A mundesh më shpjegoj këto? nëse vetëvendosja dhe LDK-ja bëhen bashkë, po nuk ka 2 ditë përpara jemi do të thotë atëre pe shef që do ndodhë edhe 80 vota janë. A janë as janë? Për Krisht ne më ka folin për duhet ose s'duhet. Vota as janë. Atëherë pse lypet një kandidat i PDK-s? Ku e dim na që janë 80 vota, fal. Gjino, pse mendon ti që kanë dy takime me zotin Abdi Gjiku dhe zotit Kurti dhe kanë dalë këta në këtë konferencë? Po jo